Në dy anët e aksit rrugor Hani Hotit Shkodër, godinat e degraduara dhe mbeturinat dëmtojnë rënd imazhin që natyra dhe puna e fermerëve i kanë falur kësaj hapësire panoramike. Mjafton të ndalesh për pak qaste tek stacioni i trenit në Vrak për të dalluar qartë se si ky mjedis me këtë ndërtesë që është duke u shembur dhe që rrezikon edhe jetën e njerëzve, cenon rënd imazhin e udhëtimit nëpër këtë zonë. Dhe jo vetëm kaq, por këtu shtrihet gjithashtu edhe një sipërfaqe e konsiderueshme ku hidhen mbeturina dhe inerte, e cila e ngjan një landfilli që dallohet qartë nga udhëtimi mbi kalimin hekurudor. Përreth fushave të blerta dhe tokave të sistemuara mrekullisht nga fermerët shtrihen deri në brigjet e liçenit të Shkodrës, ndërsa pikërisht këtu tek aksi kryesor ofrohen pamje të rënda me stoqe mbetjesh dhe inertesh. Pak kilometra më poshtë sërish mbeturina të tjera janë hedhur në kanalet anësore që lidhen me rrugën kryesore. Një situatë totalisht e pajustifikueshme me këto skena në të dy anët e këtij aksi, i cili është edhe kryesori që lidh vendin tonë me Europën në rrugë toksore dhe Anasjelltas. Rruga Shkodër-Hani Hotit është nga më të rëndësishmet e rrjetit rrugor të Shqipërisë, ndaj organet e pushtetit vendor dhe ato shtetërore kanë detyrimin të kujdesen për këtë me prioritet dhe jo ta lënë në këtë gjendje. Aq më tepër kur është koha për të nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik dhe ky aks ka rol kryesor jo vetëm në hartën turistike të rajonit të Shkodrës, por edhe të mbar vendit.